Udhëzime praktike në lidhje me predikimin. Shkrimet të zgjedhura. Mendoj se tani jemi në pjesën e dytë të temës, natyra e predikimit ekspozues, udhëzime praktike. Prania e kësaj tabele duhet ju alarmoj, sepse sapo të filloj të vizatoj në të, nuk dihet se çfarë mund të ndodhë. Prandaj mezi e presim këtë gjë. Reagime në lidhje me kritikat ndaj predikimit. Përpara se të filloj të vizatoj në tabel dhe t'ju mahnis me aftësitë e mia artistike, më lejoni të trajtoj disa pyetje në lidhje me predikimin dhe reagimet që përjetojmë. Kjo nuk ka për qëllim që t'u përgjigjet të gjitha pyetjeve tuaja. Mirë po, duke qenë predikues, një nga gjërat me të cilat na duhet të përballemi në këtë çast është kjo deklaratë. Predikimi nuk sjell asnjë dobi. Nga predikimi nuk kemi asnjë të mirë. Ideja është që komunikimi një drejtimësh është në gjendje që të përforcojë qëndrimet dhe besimet që tashmë i kemi, por rrallëherë mund të sjellë ndonjë ndryshim në opinionet e njerëzve. Kjo është një teori shumë e zakonshme psikologjike. Prandaj, rrjedhoja është e qartë. Nëse dëshironi të jeni në gjendje për të ndryshuar opinionet e njerëzve, do t'ju duhet të hiqni dorë nga monologu dhe të kaloni të paktën te dialogu. Nëse nuk e bëni këtë, atëherë na sillni një qen që flet. Nëse jemi gati që ta pranojmë këtë propozim, atëherë jemi gati të pranojmë që si Jezusi, ashtu dhe apostujt ishin të përfshirë në një gjë krejtësisht të gabuar. Duke qenë se ata kishin përgjegjësi për të qenë lajmëtar, fjala e përdorur në greqisht është keruks dhe flet për një komunikim një drejtimësh. Çdo lloj dialogu ishte shtesë ndaj kësaj, por nuk e zëvendësonte shërbesën reale të predikimit. Në fakt, mangësia në këtë lloj të menduari nuk është aq shumë në aspektin psikologjik, edhe pse mund të diskutojmë edhe për këtë, sa është në teologjinë e kësaj mendësie. Njerëzit që argumentojnë kështu, në fakt ata e bëjnë këtë gjithandej. Mund t'i përmend me emër, por nuk do ta bëj. Kështu tha dikush me një ndjesi të fortë vetëdrejtësie dhe kështu e humbi bekimin. Mirë po, disa nuk i kanë menduar mirë të gjitha gjërat. E megjithatë, ata shkojnë lart e poshtë duke u thënë djemve të rinj që i mbledhin nëpër konferencat e tyre, se ndoshta duhet të mendojnë për të folur diku te 18 ose 19 minuta, pasi në kontekstin në të cilin jetojmë tani, është krejtësisht e pamundur që ndonjë njeri normal të jetë në gjendje për të duruar më shumë se kaq. Dhe pastaj u japim të gjitha statistikat nga gazeta USA Today dhe u flasim për adoleshentin e zakonshëm e tjerë. Të gjitha këto gjëra mund të jenë shumë të qarta dhe të vërteta, por problemi qëndron te teologjia. Duke qenë se njerëzit që argumentojnë ashtu, hamendësojnë, në fakt shumë prej tyre, që predikimi i krishterë është i ngjashëm me një ushtrim marketingu. Pra, që ne kemi një produkt dhe ky produkt është ungjilli. Kemi konsumatorët, bashkësia, kemi një shitës, predikuesi. Prandaj, puna e predikuesit është e njëjtë me punën e shitësit, të mposhtë rezistencën e konsumatorit dhe t'i ndikojë njerëzit që ta blejnë produktin. Tani, sipas apostullit Paul, ka një arsye shumë të fortë pse ajo analogji nuk është analogji e mirë. Predikuesi nuk e mposhtë rezistencën e konsumatorit. Ai nuk mundet. Nuk mundet. Prandaj, nëse ju keni këtë qasje, pra qasjen që keni një produkt, ungjillin, që keni një konsumator, do me thënë bashkësinë që ju dëgjon, dhe që ju jeni shitësi dhe puna juaj është që të mposhtni rezistencën e konsumatorit, mirë se vini në ferr. Nuk keni pikë shprese në botë. Prandaj, nëse nuk shkallonin nga mend, kjo është thjesht nga që jeni bërë një nga iluzionistët më të mirë që ka njohur ndonjëherë bota perëndimore. Ungjilli është i mbuluar me vel. Këtë e lexojmë te 2 Korintasve 4:3. Pra, ungjilli është i mbuluar për ata që humbin. Prandaj, si vallë do ta heqim velin? Velin nuk do e heqim ne. Shëmbëltyra e mbjellësit, siç na e tregon Jezusi, bën fjalë për një mbjellës dhe për 4 lloje tokash, apo jo? Në ditët e sotme, një ekspert komunikimi do ta tregonte këtë histori në një mënyrë krejt të kundërt. Kemi një tokë dhe 4 mbjellës. Mbjellësi i parë erdhi dhe provoi teknikën e tij dhe doli që kjo nuk kishte shumë efekt. Mbjellësi i dytë provoi një teknikë tjetër, e cila ishte pak më e mirë, por jo dhe aq shumë më e mirë. Dhe në fund, teknika e katërt funksionoi për bukuri. Kthimi në besimin e krishterë nuk vjen si rezultat i bindjes njerëzore. Ai vjen si rezultat i manifestimit të hirit hyjnor. Te 2 Korintasve 4:6 na thuhet: le të ndriçoj drita në errësirë. Prandaj, në fakt monologu është teknika ideale e komunikimit, sepse funksioni i fjalës së Perëndis
është që ta bëj personin në të cilin Perëndia tashmë po punon në fshehtësi me frymën e tij të vetëdijshëm për nevojën e tij apo të saj për një shpëtimtar. Si predikues, ju dhe unë jemi thjesht instrumente përmes të cilëve njerëzit që janë duke u shpëtuar bëhen të vetëdijshëm për këtë fakt. Tani, disa prej jush duan të thonë, amen. Disa prej jush duan të thonë, na lër të mendojmë për këtë, do të dëgjojmë sërish në lidhje me këtë gjë. Ndërsa disa të tjerë dëshirojnë të thonë, ti ke rrjedhur mendsh. Veprat e Apostujve 17. Mirë po unë dëshiroj që t'ju them këtë. Pasi e kam predikuar Biblën për 25 vjet, nëse nuk do ta besoja, nuk mendoj se do të mund të çohesha në këmbë dhe të predikoja ungjillin. Puna ime në qenka që ta mposht rezistencën e konsumatorit? Çfarë do të bëj? Një predikues thot kështu: Perëndia e ndez jetën frymërore në shpirtrat e njerëzve me anë të frymës. Pastaj ngazëllon në reagimin e tyre të lirë, të pasforcuar dhe spontan ndaj fjalës kur ajo predikohet. Problemi më i madh i ungjillëzimit modern është që ai është ndërtuar mbi supozimin e gabuar që kushdo mundet dhe do të reagojë ndaj ungjillit nëse ai u prezantohet në mënyrën e duhur. Kjo nuk është e vërtetë. Në rastin e predikimit, shfaqet cilësia e tokës dhe jo cilësia e predikuesit. Prandaj kur njerëzit besojnë, kjo gjë nuk na lartëson ne. Kjo tregon që Perëndia ka bërë një punë të mrekullueshme në përgatitjen e tokës. Ja, mbjellësi doli të mbjell, ndërsa ai po mbillte. Pra, çfarë është kjo histori e mbjellësit? Këtu po harxhohen sasi shumë të mëdha fare. A nuk ju duket kështu? Unë predikoj vazhdimisht dhe duket se ka fare pak fryt. Dhe kur ka pak fryt, çfarë dim qartë? Që nuk e shkaktuam ne. Kjo ndodh sepse ne nuk e kemi as aftësinë për ta hedhur farën në vendin e duhur, e lëre më për ta bërë që të mbi. Çfarë themi ne tani? Mos vallë nuk përdorim ndonjë logjik të caktuar, ose nuk u përgjërohemi njerëzve, ose nuk argumentojmë me ta? Jo, sigurisht që përdorim logjikën dhe u përgjërohemi atyre. Kur shkojmë dhe takojmë biznesmenët në qendër të Clevelandit, përpiqemi të flasim me sa më shumë logjik që të mundemi. Ne përpiqemi të përdorim sa më shumë ilustrime biblike që të mundemi në lidhje me biznesin. Ne përpiqemi të argumentojmë sipas fushës së tyre. Ne përpiqemi të flasim me avokatin dhe t'i themi: pse nuk i shikon ato shënimet e hollësishme në lidhje me ringjalljen? Avokatët kanë këtë në qendër të punës së tyre. Ata lexojnë shënimet e hollësishme. Mirë po, ky është thjesht një mjet për t'i bërë ata që të hapen disi, të ngrenë kokën dhe të shohin nëse mund të na dëgjojnë për disa çaste. Sidoqoftë, edhe në përpjekjet tona më të mira, e bëjmë këtë gjë duke qenë të vetëdijshëm për faktin që asnjë nga këto dhe gjëra të tjera të ngjashme nuk do ta ndryshojnë aftësinë pranuese të një personi ndaj fjalës së Perëndisë. Nëse dikush reagon, ky nuk është triumfi i fuqisë së komunikimit të predikuesit. Ky është triumfi i frymës së Perëndisë, i cili e ka transformuar zemrën e personit në fshehtësi. Predikimi mund ta zbulojë transformimin, por ai nuk mund ta prodhojë atë. Predikimi do të jetë i efektshëm jo nga që është mjeti më i mirë për komunikim, por nga që është metoda e zgjedhur e Perëndisë përmes të cilës ai u hap syt njerëzve dhe i bën ata të vetëdijshëm për hirin e tij. Ja pse predikojmë. Njerëzit thonë: "E di çfarë? Ka edhe shumë gjëra të tjera që mund të bësh. Mund të bëjmë shfaqje dramatike, mund të varim sende nga tavani dhe mund të bëjmë kërcime për të tërhequr vëmendjen njerëzve. Pra të bëjmë lloj-lloj gjërash." Po, këtë e kuptoj. Mendoj se këto gjëra mund të tërheqin shumë më tepër njerëz, edhe këtë e kuptoj. Mirë po nuk mund ta bëj dot këtë tani. Pse? Sepse kjo nuk është ajo që më ka kërkuar Perëndia të bëj. Ai më ka kërkuar që të jem lajmëtar i fjalës. Shpallja dhe pranimi i fjalës së Perëndisë është një gjë tepër solemne. Këto janë thjesht disa mendime në lidhje me reagimin ndaj idesë që thotë predikimi nuk ka asnjë dobi. Ideja tjetër është kjo: njerëzve nuk u pëlqen që ta dëgjojnë predikimin. Njerëzit nuk do ta dëgjojnë predikimin në këtë kohë. Prandaj u thon djemve të rinj: nëse dëshiron ti tërheqësh njerëzit, atëherë lëri më njëan predikimet e gjata. Krijo një ekip dramash, shto muzikë, sill disa pjesë të zgjedhura filmash dhe thjesht krijo një festim të bukur. Shkurt, mendo pak se si e paketon ungjillin. Shiko pak mënyrën se si argëtohet bota. Shiko shfaqjen e Johnny Carsonit, Johnny Carson Show. Shiko se si e bën ai. Shiko çfarë u pëlqen njerëzve. Merr parasysh teknikat e reklamimit dhe pastaj do të jesh në gjendje për ta përgatitur si duhet prezantimin. Disa prej këtyre çështjeve mund t'i trajtojmë gjatë kohës së pyetjeve dhe përgjigjeve. Nuk po them se jam kundër të gjitha këtyre gjërave.
Nuk mendoj se të gjitha janë të gabuara dhe nuk mendoj se nuk ka fare vend për to. Atëherë kur I bëjmë pjesë të mundësive ungjillëzuese e tjerë. Nuk dua të mendoni se po them diçka të cilën nuk e besoj. Megjithatë, pavarësisht se sa të dobishme mund të jenë këto elemente të caktuara në sfonde të caktuara, ato as që mund të konsiderohen si gjëra që mund t'i bëni në vend të predikimit. Arsyeja është që ne duhet ta shfaqim të vërtetën. Detyra e ungjilltarit është që ta theksojë të vërtetën në mendjen e njerëzve dhe në ndërgjegjen e tyre në mënyrën më të qartë të mundshme. Prova e efektshmërisë son nuk është sa shumë më kënaqën jo besimtarët me këtë. Kjo nuk ka fare rëndësi. Prova është sa shumë mësuan ata prej kësaj. Prova nuk është sa e gjallë ishte atmosfera, por sa I qartë ishte ungjilli. Personalisht, unë mund të mirëkuptoj ata që I kanë ftuar miqtë e tyre për të marrë pjesë në takimet e kishës, të cilat janë ushtrime të mërzitshme të mbushura me klishe. I sheh njerëzit që dalin përpara të veshur në mënyrë qesharake, që flasin me një ton zëri qesharak. Nëse do t'i takonit në një restorant Burger King, asgjë do ta çonit në përmend se do të flisnin ashtu, dhe ata realisht nuk flasin ashtu. Nuk e kam fjalën për llomotitjet e përshpirtshme, apo gjëra të tilla si këto. Thjesht po flas për zërat e shtirur. Dhe kështu, dikush vjen dhe thot: "Pse po flet ashtu ai tipi? Si e ka hallin? Mos I kanë ngecur ndonjë gjë në fyt? Pse po e bën këtë? Pse nuk përdor fjalë normale? Pse nuk flet fjalë normale pastori juaj? A nuk mund të thonë dot ndonjë fjalë normale?" Tani mos më keq kuptoni. Nuk po them që të mos përdorni fjalë si pajtimi. Të paktën ju që po mendoni të më pyesni. Jo, fjala pajtim duhet të përdoret, sepse është e vetmja fjalë që thot atë që thot. Versioni I Biblës Niv në anglisht e përkthen si flijim shlyerjeje. Mirë po na duhet ta shpjegojmë me të vërtet pajtimin. Kjo gjë ka të bëjë me zemërimin dhe me dashurinë e Perëndis. Prandaj duhet ta shpjegojmë. Nuk e vras mendje nëse shoqja e vajzës sime, 17 vjeçare, nuk e kupton këtë fjalë kur vjen në takim. Por më intereson nëse nuk e kupton kur largohet, për shkak se e mbështolla me gjëra të tjera, të cilat e bën të mendoj se as ai vet nuk e kupton. Prandaj nuk e kam fjalën as pak për terma si ky. E kam fjalën për gjërat e ngarkuara me klishe, për gjuhën e Sionit dhe për gjërat që ju kam përmendur edhe më parë. Disa nga takimet e kishës son janë ende të mbushura me gjëra të tilla. Prandaj e meritojmë një dajak të mirë. Disa prej jush nuk kanë mjaft guxim sa të thonë djagëve të tyre që të hiqen sysh. Këtë duan ata. Dakord. Shkoj gjej dikë që do ta bëj këtë gjë. Unë për vete nuk e bëj më. Ka 3 shekuj që ata nuk kanë qenë duke folur anglishten e shekullit të 17. Prandaj, pse vallë dëshiron që të flas ashtu? Thjesht nuk është e vërtetë që njerëzit nuk do ta dëgjojnë predikimin. Thjesht nuk është e vërtetë të thuar se njerëzit nuk do ta dëgjojnë predikimin. Ata do ta dëgjojnë. Nëse njerëzit po bëhen të vetëdijshëm frymërisht për nevojën e tyre për Perëndin, ata do ta dëgjojnë. Dhe nëse nuk janë të vetëdijshëm, asnjë lloj argëtimi me ungjillin dhe asnjë hile ungjillëzuese nuk do të mund t'i bëjë që të dëgjojnë. Kjo është mënyra se si funksionon kjo metodë. E kuptoni? Nëse njerëzit e Perëndis po gjallërohen frymërisht, ata do ta dëgjojnë Biblën teksa predikohet. Nëse nuk janë të gjallë frymërisht, ju mund t'i argëtoni pafundësisht, por kjo nuk do ta lëviz velin as edhe 1 milimetër të vetëm nga sytë e tyre. Sepse në thelb të gjithë kësaj gjëje qëndron bindja teologjike për mënyrën se si punon fryma e Perëndis në jetën e një pagani. Kjo nuk është diçka e parëndësishme që ka të bëjë me stilin. Nëse e vret mendjen se ç'ditë është e diela, se ç'ndodh në këtë ditë apo nëse kjo gjë duhet të ndodhë. Këto janë çështje tepër sipërfaqësore. Pyetjet themelore kanë të bëjnë me misterin që thotë: nuk e di si lëviz fryma e Perëndis kur I bind njerëzit për mëkat, përmes fjalës Jezusin u zbulon dhe besim tek ai krijon. Në fakt, kjo qëndron në themel. Të paktën mua kjo më motivon drejt predikimit. Tani, në lidhje me punën e dramës, dikush tha: "E po, çfarë mund të themi në lidhje me dramën? Ne nuk përdorim drama në shërbesat tona. A mund të ketë ndonjë rast kur mund ta përdorni?" Ende nuk e kam gjetur një të tillë. Por unë vetë jam përfshirë në prezantime me dramatizime në kontekste ungjillëzuese, sidomos në universitete në Mbretërinë e Bashkuar, dhe drama u përdor me një efekt të jashtëzakonshëm në atë kontekst. Nuk mendoj se është kjo çështja. Nuk ka të bëjë as me qasjet e ndryshme ndaj muzikës ose me përdorimin e filmave. Nëse përdoren në parametrat e duhur, të gjitha këto gjëra mund ta mbështesin predikimin e fjalës së Perëndis, por ato nuk mund ta zëvendësojnë atë. Arsyeja pse nuk munden është nga që ato nuk kanë mundësi për ta komunikuar mesazhin e Krishterë aq qartë dhe aq mprehtë sa mund ta bëni ju me anë të predikimit. Ja pse te 2 Korintasve Pali thot sërish: "Por duke shfaqur të vërtetën, ne ja rekomandojmë veten tonë ndërgjegjes së çdo njeriu." Prandaj hiqeni qafe idenë që thot predikimi nuk ka asnjë dobi.
Perëndia është betuar për veten e tij. Nuk po them se këtë e tha Calvini, por mund të ketë qenë edhe ai. Njën nga reformatorët tha: sa e mahnitshme është që shpirti i një njeriu varet nga zëri i një njeriu tjetër. Prandaj Perëndia ka zgjedhur kështu. Nëse nuk ka asnjë dobi, në planin e Perëndis, predikimi ka një dobi të përjetshme. Po na thoni se njerëzit nuk do ta dëgjojnë më predikimin? Po, do ta dëgjojnë. Provo të predikosh. Shiko se çfarë do të ndodhë. Shumica e njerëzve mendojnë se ata nuk do ta dëgjojnë predikimin nga që nuk e kanë provuar kurrë. Ata nuk kanë predikuar kurrë. Dhe kur predikuan e bën si mos më keq. Prandaj dolën në përfundimin se do të ishte më e lehtë po të sillnin disa vajza kërcimtare sesa të bënin punën e rëndë dhe të domosdoshme për shpalljen e ungjillit. Kjo duket si diçka shumë e padrejtë, apo jo? Sigurisht që mund të tregojmë i padrejtë me raste. Tani dua të shkoj te tabela për të shkruar disa nga gjërat më praktike që di unë. Gjërat të cilat e di që mezi po i prisni. Janë të gjitha aty. Me qëra fjala, ky mesazh titullohet Atë që kam marrë nga Lukasi, po ju përcjell edhe juve. Dakord? Ju që e keni dëgjuar emrin e Dick Lucasit, i cili ishte një shtjellues i mrekullueshëm i Biblës në kishën e Shën Helenës në Bishopsgate në Londër. Ai ishte anglikan ungjillor gjithë jetën e tij dhe ka pasur një ndikim të madh te disa prej nesh. Ka qenë shumë i dobishëm, pasi ka siguruar materialet që tani do t'ju tregoj juve. Po mendoja që, meqenëse unë vetë kam pasur dobi prej tyre, mund të jemi inkurajim edhe për ju. Këto janë të gjitha të lidhura drejt për drejt me pyetjen e udhëzimeve praktike. Më lejoni që t'ju paraqes siç i kam këtu para meje, disi të renditura. Po përdor një eufemizëm për të thënë se i kam krejt rëmuj përpara meje. Sistemi dhe teksti. Mirë pra, tani po shohim të parën. Dakord, e shihni të gjithë këtë? Këtu kemi një S dhe një T. Ka dy gjëra të cilat janë të pazëvendësueshme për predikuesin dhe mësuesin. E para është që ai të ketë një sistem kur shkon te Bibla dhe e dyta është që të merret me tekstin e Biblës kur shkon te njerëzit. Ka lloj-lloj sistemesh teologjike të cilat janë të dobishme, por ka edhe të tjera që nuk janë. Megjithatë, secili prej nesh ka një të kuptuar të caktuar për mënyrën se si funksionon Bibla. Përndryshe, ne nuk mund t'i qasemi dot asaj me ndonjë ide të logjikshme. Disa janë rritur me një sistem dispensacionalist, i cili u siguron hermeneutikën e nevojshme për të interpretuar shkrimin. Të tjerë mund të jenë rritur me një sistem tjetër, ndoshta me një pikpamje beslidhjeje për gjërat që u jep mundësi për t'u qasur shkrimit në një mënyrë tjetër. Nuk jam duke folur për këto gjëra dhe as po i referohem ndonjë kuptimi bazë të Biblës, që si të thuash, Bibla është si një dramë me dy akte, ku sikurse ndodh kur shkon për të parë një shfaqje me dy akte, nëse nuk e arrin aktin e parë, por vetëm të dytin, përfundon duke e bezdisur vazhdimisht gruan me pyetje si: kush është ai? Kush është ajo? Pse po e thon këtë? Përgjigjja e saj do të ishte: nëse do të kisha ardhur që në fillim, nuk do të duhej t'i bëje gjithë këto pyetje qesharake. Një lloj do të ishte edhe nëse shkon dhe sheh vetëm aktin e parë dhe pastaj të duhet të largohesh për një punë të caktuar. Kur gruaja juaj kthehet në shtëpi, ju duhet ta lodhni atë sërish. Si mbaroi kjo? Si mbaroi ajo? Dhe si mbaroi kjo tjetra? Në mënyrë të ngjashme, edhe Bibla është si një dramë me dy akte mes dhjatës së vjetër dhe dhjatës së re. Dhe të dyja këto qëndrojnë në harmoni me njëra tjetrën. Ndoshta mund të thoni se Bibla është një libër i cili i ka përgjigjet në fund, edhe pse mendoj se kjo nuk është dhe aq e mirë. Ose mund ta shihni Biblën si një roman me detektiv, si në rastin kur lexoni një libër nga Agatha Christie, ku ka lloj-lloj temash dhe fijesh që shfaqen dhe e dini se të gjitha do të arrijnë të lidhen bashkë në një zgjidhje përfundimtare në fund të librit, kur gjithçka do të bëhet shumë e qartë. Pra, me fjalë të tjera, nuk është se thjesht e hapim Biblën dhe themi: "Oh, vras mendjen se si përputhet kjo me atë." Na është dhënë një farë sistemi. Në fakt, sistemi teologjik dhe doktrinar e mban tekstin në vend. Për shembull, besimi në mrekullit përcakton mënyrën se si lexojmë Ungjillit. Mirë po, ja cila është ideja. Dhe në të vërtetë është shumë e thjeshtë. Çështja kryesore është që përmbajtja e predikimit përcaktohet nga vetë shkrimi, që shkrimi është një libër që interpreton vetveten dhe që teksti duhet të mbizotërojë gjithmonë mbi sistemin. Prandaj, në realitet, një nga rreziqet e mëdha është që ne kemi një S të madhe dhe një T të vogël. Dhe se ajo që kemi nevojë të bëjmë është që t'i sjellim sistemet tona nën autoritetin e tekstit dhe të mos e vendosim Biblën nën sistemet tona. Po ashtu, as nuk duhet të predikojmë sistemet tona, sepse po të predikojmë nga sistemi, gjërat në fund do të bëhen të thata. Por kur predikojmë nga teksti, gjërat do të ndryshojnë vazhdimisht, do të zhvillohen dhe do ta përshtasin sërish sistemin.
Sikurse ju thash herën e fundit, kurdo herë që mbajmë një qëndrim neutral, do të tundohemi, do të kthehemi menjëherë te sistemi ynë automatik dhe do të fillojmë t'u japim njerëzve sistemin ton. Në kohën e pyetjeve dhe përgjigjeve, njerëzit gjithmonë ngrejnë pyetjet. Ku qëndron ti në lidhje me këto sisteme dhe gjithçka tjetër? Ku qëndron në lidhje me teologjinë sistematike? Unë gjithmonë hezitoj paksa, jo nga që nuk jam i qartë apo nga që nuk dua të jem i dobishëm në ndonjë mënyrë. Në fakt, për shkak se dëshiroj të jem më i dobishëm dhe kam frikë se nëse njerëzit e kapin sistemin, mund ta përdorin atë si mjet për të lënë mënjan shumë gjëra të tjera që po ndodhin. Me sinqeritet ju them se u rrita në Skoci në një kontekst shumë dispensacional. Kur isha 15 vjeç, e dashura ime, e cila tani është bashkëshortja ime, më dha Biblën me referenca Scofield Reference Bible. Ajo Bibël u bë teksti im standard për 45 vitet në vazhdim. Ajo më udhëhoqi në për të gjitha labirintet dhe pasazhet që kisha zbuluar se ishin aq qartësisht aty. Gjëra të cilat Scofieldi, në një mënyrë tipike amerikane, kishte arritur t'i përhapte duke i bërë jashtëzakonisht tërheqëse. Pasi J.N. Darby, në një mënyrë tipike angleze, i kishte shpikur, por nuk kishte mundur të bënte shumë me to. Kështu shkon historia e biznesit britanik dhe atij amerikan. Është e njëjta gjë. Ju e keni biznesin në 5 qytete. Dhe pastaj del një anglez i vogël që thot: "Vras mendje nëse ndokujt i vajti ndonjëherë mendja për këtë." Kjo nuk tregon respekt për ata që e duan shumë J.N. Darbyn, si dhe të gjithë ata që vinë nga kisha e vëllezërve. Por në thelb, kjo është ajo që më ndodhi mua. Kur shkova në kolegjin e Biblës në Londër dhe Donald Guthrie më dha mësim dhjatën e re, gjë që e bën edhe disa burra të tjerë mjaft të mirë para se ata të shkonin në qiell ose të lajthisnin, lajthitje e çastit, dhe pastaj të arrinin në qiell për të zbuluar gjëra krejt të reja. Gjithsesi, kur ata më dhanë mësim, së pari më bën që të studioja tekstin anglisht në versionin standard të rishikuar të Biblës, Revised Standard Version. Sa po nisa të përdorja versionin RSV të Biblës, atë me fajheqje në vend të pajtimit, e kështu me radhë, kur po studioja, papritur zbulova që pjesët nuk ishin më aq të qarta si dikur. Në fakt, nuk mund ta gjeja një rresht, nuk mund të gjeja dot as atë tjetrin, sidomos pjesën e mesit, dhe pastaj nuk e gjeja dot rrugën për te një pasazh i caktuar, i cili dukej qartë që nuk ngjante me atë pasazhin atjetej. Dhe kjo sigurisht që ishte për shkak të faktit që predikimi në mal ishte krejtësisht pa lidhje për gjithë të tjerët me përjashtim të kishës në kohën e mbretërisë. Prandaj thash me vete: "E di çfarë? Kjo po fillon të më pështjelloj disi. Pra duhet të kisha shkruar një libër me titullin Kush i lëvizi epokat." Por thash me vete: "Jo, unë jam një dispensacionalist. Kishte një epokë përpara rënjes dhe një pas saj. Kishte një epokë përpara kryqit dhe një epokë pas tij. Ja ku i kemi të paktën 4 epoka." Pastaj thash: "Po të tjerat?" Kështu pasiguria ime i hapi udhën studimit të mëtejshëm dhe pastaj papritur fillova të lexoja libra nga njerëz që nuk ishin më kampion të këtij sistemi. Burra si Martin Lloyd Jonesi, Jim Packery dhe Guthrie vet, edhe pse ai vinte nga kisha e vëllezërve. Mua më erdhi mendja vërdall, por nuk më lëkund besimi dhe as bindjet e mia në lidhje me Biblën. Kështu thash: "Kur i lë mënjan materialet dhe diagramat e mia, nuk jam aq i sigurt që gjërat përputhen në këtë mënyrë." Prandaj, gjitha ato gjëra me të cilat isha ushqyer nisën të zbeheshin. Përse të përgjigjem pyetjeve që nuk po i bën askush? Kjo ishte gjëja e parë që kam vizatuar.